sepse po ta lexojmë dhe është një urdhër në këtë rast nga apostulli që ne çdo mbledhje të veçuar apo të paktën mbledhjen sot në sabatin në ditën e tij, që Ati na thotë që të mblidhemi së bashku, është një mbledhje që ne vendosim në këtë rast në zemrat tona prej Tij, jo se e bëjmë neve, është komandë që nga lart, do t'i kushtojmë vëmendje leximit të urdhrimeve dhe të profetëve. Thot që duke inkurajuar zemrat tona në mësimdhënien e shkrimit të ligjit dhe të profetëve. Kujdesu, thot pastori Timoteos, si thot apostulli Shauli, një turpali, po Shaul e ka emrin të vërtet, po të shkosh në Veprat 26 të Mesia i thot, Shaul, ja hape në Biblën tënde. Shaul, përse më po më përndjek? Veprat 26. No, ndoshta vllai ta sjell, ja dhe ta sjellim. Okej. Ta kuptuar, sepse më pëlqen vlla motër që ti të marrësh të vërtetën. Dua që ti të marrësh konceptet që janë folur. E vërteta, mos andaj, bën që të kuptosh përse i them disa gjëra, sepse janë të mbështetura prej shkrimit. Ja ku ke vargun përpara. Ja. Po i tregon këtu, po i tregon farisejve që e kapën mos andaj dhe apostullin Shaul, e kapën pastaj para se të shkonte në Romë tek Cezari. Dhe i thotë, i tregon mos andaj që dëgjova një zë që po më fliste, më tha në gjuhën hebraike. Në gjuhën hebraike Mesia i foli, tha: Shaul, përse po më përndjek? Emri tia. Prandaj vllai thot apostulli Shaul, nuk është Pali është den nga greku. Nga greku ka plot emra dhe emrin e Mesias Jashua se kanë manipuluar mos andaj për zusat e tyre. Po vjen keq, po e vërtetë do thuhet. Dhe unë i thash, kush je ti, Zot? Zot do thot mjeshtër ose rabai apo mjeshtër apo sundues apo dhe ai më tha, unë jam Jashua, të cilin ti e përndjek. Tani, tu nuk kemi akoma as grek, as romak, katolik ortodoksët me pak fjalë, nuk i ke këtu. Tu është viti ndoshta 80, mbas ringjalljes së Mesias. Ata u formuan në vitet 300-400, katolik ortodoksë, që mas andaj vendosën emrat e tyre. Dhe tu po e flet Mesia që ishte hebre dhe kishte një emër për një nene hebre, siç ti e ke emrin ose unë kemi emrin që ne jemi shqiptar, kemi emra tipik shqiptar, dhe ai ka emrin e vërtetë. Ndërkohë emri i tij ka një domethënie që pse se ka emrin, unë po vi në emër të atit tim, tha, apo jo, nuk thashu? Unë po vi në emër të atit tim, në autoritetin e atit tim. Ndërkohë emri i tij ja do thotë Yahweh, që kishte Mesia. Shua do thotë shpëtim. Atë Yahweh që na shpëtoi, na çlirovi në Mesia Jashua. Dhe do thotë emri Jezus. Jezus. E kam bërë mësimin, është mësimi. Emri i Atit dhe i Birit. Që po të shikosh detajet atje, ti i vrapon dhe nuk i përmend me ato emra të tillë. Po përmend emra të vërtetë, sepse çdo herë që ti po ta përmendësh emrin e tij, thua Zoti Yahweh, më shpëtoi, më çliroi, dhe ti deklaron kur e thua, kur ne themi emrin e Birit të tij të vërtetë, vlla motër, po thua që Zoti Yahweh më shpëtovi. A nuk të shpëtovi ty dhe mua? Po, atëre po ta thuash emrin e tij të vërtetë, po mbaje në zemrën tënde që po thua Zoti Yahweh më çlirovi. Prandaj ku thuhet emri i tij vërtet, në emër të Jashuas për çlirimet, pasandaj gjërat ndodhin, çlirohen, shërohen, sepse ka shërim, ka çlirim, ka autoritet në emrin e Atit që ia dha të Birit, sepse Krijuesi i qiellit tokës i dha autoritet të Birit dhe ne nëpërmjet tij mund të veprojmë dhe kemi marrë autoritet për çdo gjë, pasandaj priftëria që do jetë në 1000 vjeçarin e tjerë. Por çfarë do të them që emri i tij ishte Shaul? Nuk shikon këtu pal, i tha, nuk i tha gjë të tillë. Nëse kushtoju, kujdesu dhe kushtoju të rësisht çfarë leximit të shkrimit. Ti, vlla motër, do ta bësh në jetën tënde, në personalen tënde, në devocionin tënd, në disiplinën tënde. Ti kushtosh vëmendje leximit në jetën tënde të ligjit dhe të profetëve. Atëri do kuptosh që nga Mateu deri në Zbulesa, përse janë disa gjëra, përse janë disa dinamika. Po të kesh lexuar
në fillim, po të lexosh në fillim të Biblës, që janë 5 librat e parë, dhe psalme dhe fjalë të urta, përbën ligjin, dhe profetët. Do thotë, ligji dhe profetët është dhjata e vjetër. Kushtoju, çdo çfarë sa e fuqishme është kjo fjalë. Kushtoju atyre tërësisht, nuk tha pjesërisht. Nuk tha e po ndonjëherë kur të ndodhi, tërësisht çdo ditë, në çdo moment. Që çfarë? Përparimi yt të jetë i dukshëm për të gjithë. Përparimi, çfarë do thotë rritja frymërore? Do jetë të thotë që ti ke avancuar për mbretërinë e qellit, sepse je ndihmuar prej lart. Të nuk mund të bësh gjëra pa ndihmësën e Tij, pa fuqizimin e Tij. Nuk mund të veprosh. Nuk mund të flasësh, mos ndoshta ime më të mirë për predikujt, asnjëherë. Ai që më njeh e di karakterin tim. Asnjëherë, por është ai i fuqishëm. Dhe kur e fut prizën aty lart masandaj, fuqizohesh. Por puna është ku neve vëm prizën. Ku gjejmë neve për kushtimin tonë. Sepse Satani do vita treqa të prizën. Ti e di. Por ti thua në emër të Jashuas, largoju mbrapa meje, në emër të Jashuas, kushdo që ti jetë ai person. Ndodh që do filloj në një bisedë me ndonjë familjarin tën, siç më filloi mua që në mëngjes. I ligu erdhi. Thash, çfarë? Në emër të Jashuas, thash. Okej, mirupafshim. Dhe ja, jemi qejtë. Apo jo vlla? Arkivi. Ti e di, një arkiv apo okej, erdhi. Futem mbrapa. S'ke nevojë të përgjigjesh. S'ke nevojë të japësh shpjegime asnjërit, veç se Zotit Yahweh dhe birit të Tij. Atyre do t'i japin shpjegim. Dhe jep shpjegim me zemrën tënde kur lutesh, ndihmësin që ke nevojë, apo i hap zemrën atit, çfarë ndodh në jetën tënde. Po ti bësh këto gjëra që vllai po ti thotë dhe s'kemi filluar akoma. Vetëm janë disa vargje që kemi përpara. Po të bësh ato gjëra që vllai po të thotë, do jetë mirë me ty në atë ditë. Sepse çfarë po bën? Ti po e ruan veten në atë mënyrë dhe vllai po të ndihmon që ta ruash veten, të mos shkelësh ligjin, të mos mëkatosh, ta ruash dhe të jesh vigjilent si Satani të vjen, si një luan vrumbullues, ti e di, në çdo moment. Dhe pret këtë përpije, thot shkrimi, pret këtë përpije. Domethënë qëllimi i tij është këtë përpije. Tani ti përpije në emër të Jashuas me vendimarrjen tënde. Dhe se jemi në këtë Sedoma dhe Amora, që është emri i tyre vërtet, po Sodoma dhe Gomora që thon. Se jemi në këtë Babiloni. Ti mund ta përpish të ligun çdo ditë duke mbajtur urdhrimet e ligjit, kështu nuk mëkaton. Ja ku je, sot është festa e tij, është një mbledhje e veçuar, ti vjen dhe shënon, unë erdha atë. Dhe nuk del nga prania e tij duar bosh. Dua motër. Ne kemi përjetuar ato gjëra. E pam para disa ditësh. Dhe unë e përjetova përveç që po lavdërojnë në gjuhë të panjohur të vërteta, jo në gjërat masandaj janë mësuar me fletka. Po lavdëronja dhe masandaj dilte ekuja dhe në fund e përfundonja gjithmonë Sela, ndërkohë hap qielli. Dhe shikonja engjëll që lavdëronin. Atje vlla, mu në lejë me motor, e thash. U hap qielli në frymën, e shikoj në frymën në vizionin që ishte vizioni vazhdueshëm. Jo se aty u hap çatia apo gjëra të tilla fizikisht, jo. U hap qielli për të mu hapur sytë dhe shikonja engjëjt që na shikonin poshtë. Për lavdërimin që po bënin ndaj Atit Yahweh dhe birit të Tij. Sepse vllai nuk po ndalonja ne mund ta hedhim për sa vlerëson pa. Mund ta hedhim ta shikojnë dhe të tjerët. Në atë moment i shikoja engjëjt që po gëzonin me neve dhe erdhi dhe masandaj beri punën që duhet të bëjnë ata engjëj që i kërkova të zbrisnin për fuqizim, për çlirim, për vajosin që morët masandaj që ishte drejtuar prej Atit. Me vajin biblik masandaj që ka gramaturën sipas Eksodit. Ruaje veten tënde vlla motër. Kudo që ti jesh, në çdo situate, ruaje, si thotë, ruaj urdhrimet e mia dhe ligjin tim si bebja e syve të tu. Ja ku e kemi. Tashi, shkrimi është ligji. Të njëjtën gjë. Apostujt po ricitojnë gjëra që janë thënë gjithmonë. Ky koncept nuk kuptohet sot. Mendojnë që apostujt filluan të thonë gjëra të reja. Po nga dolën këto gjëra të reja?
Mos ndoshta ata ishin të rinj, filluan një epokë të re ata po thonë gjëra që ishin thënë më përpara, sepse ne nuk i dinim që ishin kombet në radhë të parë. Timoteos ishte i kombeve, sepse ishte baba në grek dhe normal që ishte disa dinamika. Dhe ai po i mëson urdhrimet, ligjin, profetët, i mësovi, sepse ishte veti i mirë mësuar apostulli, apo jo, para se të futeshe në shërbes, para se takonte Mesia në rrugën për Damaskus. Ishte njollosur masanë tradita njerëzish gjëra të tilla për farisejve që nuk përbejnë shkrimin, nuk përbejnë urdhrimet e ligjit të Atit. Dhe ky koncept sot nuk kuptohet që farisejtë nuk ecnin në ligjin e Atit, zgjoju. Mos i fut gjërat në masandaj dhe i kalon ju po mbani ligjin dhe jeni farisejtë, jeni judaistë. Ata nuk mbanin ligjin, ti nuk e mban ligjin. Kush janë judaistë sot? Bathorja, kush janë judaistët? Ti nuk e mban ligjin. Farisejtë nuk e mbanin ligjin. Marku 7, Marku 2 dëshmon hapurazi. Ne po ndjekim Mesian Jashuan që mbante dhe mbajti ligjin dhe nuk ra në asnjë pikë, nuk e shkeli. Tani kush janë judaistët? Por duhet të dalim nga gënjeshtra, të përballemi me të vërtetën dhe jo me citime sipas Oreksit. Qëndro në këto gjëra, vëlla motër. Qëndron në këto gjëra mos andaj ti kthesh më përpara thot çfarë? Okej, ti kushtoj vëmendje leximit të Biblës komplet, normal. Duhet të marrin kurajimin në zemrën time. Davidi gjeti kurajimin, tha e forcovi, tha unë gjej forcën, tha. Dhe ai u forcua në Mesian Jashuan, të rast më fal. Natin po normal që forcoheshe sepse e dinte se do dilte prej tij, ai ishte i mirë paisur për profecive që do vinte prej gjenealogjisë të tia. Prandaj u thua sot izraelitëve thua, kush është biri i Davidit? Ata e dinë. Ben David, do të thënë Ben i thon biri, pa hebraishtja. Ben David. Ata e dinë. Po ti thuash, Ben Davidi, më shpëtovi. Ata e dinë për çfarë po flet. Dhe thuaja që ka një manipulim prej një Krishti të rejmë që i cikojnë në kryqet ata. Thuja të gjë që unë nuk jam pjesë me ta, me të thënë atë, do ta shikosh ndryshimin e bisedës si ata flasin me ty pastaj. Sepse janë manipuluar e imritia, sjellëm unë në Izrael e ke parë vite vëlla motor, kam del titër vinë kinezët me Filipinasit me kryqin e madh dhe ecën rrugës së Izraelit. Po për çfarë? Me shenjën e Rom, ata thonë, erdhën romakët prap. Ndërkohë që duhet të shkosh të dish profecitë, lere kryqin i dhe tutje, sepse ata të merohen, sepse janë të meruar për se kanë goditur katolikët dhe i vranë. Për shekush, ato krusedet ata, si quan, templarët, vranë me mira në Izrael, në atë kohë. Po historinë sot duke di njerëzit. Prandaj vllai thotë që ç'mban atë shenja ti të tha vllai apo jo. Siç që tha dhe pasandaj dhe motrës, apo jo. E tha sepse I kemi lexuar dhe dim disa gjëra që nuk janë për jati, shenja të tilla. Po cila është shenja në zemrën tënde? Kjo qëndron pyetja. Shenja, përkushtimi, qëndrimi, veprimi tënd se duke vepruar kështu, çfarë do ndodhi? Do shpëtosh veten, i tha pastorit. E vërtetë që kishte ligjin, ta thotë pak më përpara, thotë më në kapitullin më përpara. Do shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë. Por jo të tjerë do dëgjojnë. Lajmi mirë i mbretërisë do predikohet, i vërteti, pendim nga shkelit e ligjit, besim tek Mesia Jashua. Pa gëzohesh në ujë, merr dhuratën e frymës shenjtë, ruaje ligjin e tij në zemrën tënde, kështu nuk mëkaton, në atë ditë do vesh nga përjetësia. Në disa fjalë, po të them lajmin e mirë të mbretërisë të plotë. Ndërkohë, ato gjëra që vllai të tha, mos andaj, më njëherë prehen, bam. Edhe neve themi, okay, pranove në zemrën, po e pranova, hajde lau këtu ja. Ja, unë u lava atje. Jam larë para 20 vjetësh, nuk kam nevojë tani, çfarë unë të pendohem nga shkelit e ligjit. Unë e di, ti do më thuash mua. Çfarë mendon ti për protezë? Aj. Çfarë mendon për ligësitë? Çfarë mendon për qiell? Çfarë thot qielli? Kur do mendojmë neve çfarë thot qielli? Dhe ha Biblën dhe shikon. Tërësisht për të pajisur. Ti kushtosh tërësisht mirëpajisjes tënde. Ja ka thënë qielli. Jo që thot braçe, jo që thot manipulimi i Ramës apo një gjërat pagane të tilla.
vazhdojmë. Tani, në ditën e sabatit që e sot, që të thot haprozi, në këtë rast, nuk çfarë do themi më, por do thuhet më vonë. Mesia thanë, Marku 2:27, sabati është berë, tha. Për njeriu është krijuar, është manifestuar, thot, u krijua që në ditën që ati pushoi dhe u la më njanë për neve, të takojmë me te. Tani këto të në jeshile që shikon, nga që unë bera rivizonimin e përkthimit katolik që kanë bërë, masandaj Gjon Buzuku me të tjerë 1500-ët, këto në jeshile duhet të jenë dhe nuk ishin. Prandaj vëllai ka vënë, por po të shikojnë kapitullin e parë, nuk ishin vetëm kaq, ishte plot. Nëse Zanafilla 2 jemi këtu ja. Kështu përfunduan qielli dhe toka si të tërë ushtria e tyre ishin engjit. Dhe ditën e 7 Zoti Jahue çfarë bëri? Mbaroi veprën që kishte kryer dhe ditën e 7 çfarë? Ai u çlodh nga të gjitha veprat që kishte kryer. U çlodh ai. A do të çlodhesh ti? Ne vrapojmë sot, vrapojnë njerëzit për punën, vazhdojnë të vrapojnë në çdo lloj mënyre të tyre, ndërkohë që sot është çlodhja, mbushja, rifreskimi. Do ta shikojmë si bëhet. Ke mos punuar nga të parë. Sepse Zoti Jahue ka thënë dhe ai çfarë bëri? E bekoi ditën e 7 dhe ai e veçoi. A nuk duhet jemi ne imitues, si thot Efesianët 5:1, imitues të Zotit Jahue? Ja, ta marrim pak atë shkrimin. Efesianët 5. Kur unë e pash vite më përpara, Efesianët 5:1. Unë ndinta për 2 javë, nuk ik nga dot, ndoshta edhe më shumë, disa më dëgjuan masandaj predikime, sepse kur shikon në një varg dhe nuk është nevoja të vraposh me çdo lloj vendi tjetër, por qëndron atje, sepse hapet shkrimin atë. Shkrimi ka qenë gjithmonë, por puna është nëse neve kemi zemrën, pasandaj për ta pranuar. Ja ku ke Efesianët 5:1. Bëuni pra imitues të Zotit, heqim emrat paganë, rendimit të diellit. Bëuni pra imitues të Zotit Jahue. Tani thot imitues të Zotit. Tani kur ati ka karakterin e tij, ti do ta ndjekësh vëllamot karakterin e tij. Do jesh imitues. Tani ko të shikosh birin e tij, i biri ishte imitues i përsosur i atit të vet, atit tonë, sepse tha, "Ese Zoti tuaj thash dhe Zoti tim", tha Mesia për atin e vet. Tani, unë pash këtë varg që kam të behuni pra imitues të Zotit atit. Ai nuk ka errësirë, nuk ka shkelje. Nuk gjendet gjëra të tilla. Tani, ne a do ngulmojmë, ndërkohë i biri ti tha, "Ti jeni të përsosur siç ati juaj është i përsosur." Të jeni, do thotë që është një ngulmim. Është më mirë të ngulmosh për të arritur atë çmim, për të qenë i përsosur. Në atë ditë të përsosesh me veshin e përjetësisë. Si sa masandaj ta marrësh dhe apo që unë jam tani, te ato ligje të tilla të përsosura nuk më përkasin mua. Ndërkohë ligji është i përsosur, Mesia thotë të jeni të përsosur, si ati juaj është i përsosur. Tani, ati tonë, çfarë bëri? Ai u çlodh në ditën e 7. Ti do ta ndjekësh atin? Ja ku ke karakterin e tij, veprimtarinë e atit. Ja ku ke poshtë në Zanafilla 2. Në ditën e 7, çfarë? U çplodh nga të gjitha veprat që kishte kryer për 6 ditë në krijimin. Ai u çlodh. Ti do të çlodhesh? Se po të çlodhesh në te, merr çlodhjen e mirë, merr mbushjen, merr pastrimin, hiqe të rëndesa. Ti ke rëndesa në jetën tënde sepse nuk po çlodhesh në te. Ti do të çlodhesh sipas mënyrës tënde, vëllamote, nuk ta inkurajoj. E kemi bërë dhe neve. Nuk është një rrugë e frutshme. Po të ndjekësh çlodhjet e tia, që janë urdhrimet e tia, atëre ke mirësinë e tia dhe ke mbushjen e tia dhe ju e shikoni vetë. Për ju që hynë në beslidhje, vëllamote, e shikoni çlodhjen që ju morët. Çlodhja vjen dhe kur vjen çlodhja, çfarë vjen? Masandaj vjen kapaciteti për të fuqizuar në të njëjtën kohë. Sepse një person që është me thesin përsipra, duke ecur, ai nuk ka me fuqi, ai po mundohet çdo ditë si ta hedh të thesa, apo si ta bëj, ndërkohë nuk mund ta heqi.
për momentin, sepse ndërkohë që nuk vendos për ta hequr, do të shlodhet vetë. Okej, do të vendosem, do ulem këtu me gjithë thesin dhe do ri. Ja, po shlodhem qik. Ngrihesh, masandaj, ben 20 hapa, prap personi lodhet. Kështu është kur një person nuk ka udhërimet e ligjit, nuk ka hyrë në besëlidhje. Po të mendojmë për momentin petejën e mendjes. I e ke në dorë. Ndërkohë, lartë thot, të jemi imitues të Zotit si bi shumë të dashur. Tani, Efizjanët 5 di që kanë ligjin dhe urdhrimet e Atit, kanë dhe birin e Tij. Efizjanët 1 e thonë, në Mesian Jashuan thot që ne u pranuam për të qenë të veçuar. Pa thot që në Efizjanët 1:4. Si bi shumë të dashur do thot biri që ndron në Ati. Gjoni flet hapurazi për ato koncepte. Të qëndrojmë në te, si bi të dashur, e do zbaton urdhrimet e Tij në atë mënyrë çfarë po bën, po imiton jeberës i karakteris, imiton Atin Yahweh. Këto koncepte sot merren kaq abstrakte, po si ta imitoj unë, dhe e bëjnë Atin masandaj që është jashtë këtij krijimit të tëra. Ato ishin filozofi që përmenda pak më përpara, Pitagorës, të Aristotelit, të Platos. Ndërkohë Ati është në qiellin e 7. Në shikon thot, njerëzit janë si karkaleca poshtë, na shikon neve. Ti ke përjetu, ke shkuar, ke fluturuar në avion, shikon poshtë si janë njerëzit që nuk dallohen shtëpitë dhe pengët. Ndërkohë Ati është në qiellin e 7. Në qiellin e 3 është qyteti i ri, Jeruzalemi i ri. Përsipër ti shikon që janë ujërat. Prandaj qielli është blu kur vjen dielli, që rrotullohet dielli dhe ka rrethin e tij. Kur tani është natë tek ju, jo, natë po thuaj se po është ora 7. Por këtu ne është mëngjes, ora 10 e mëngjesit, e njëjtës ditë. Kur dielli masandaj vjen këtej nga ne plotësisht tek ju është natë. Ti nuk e shikon ujërat që janë lart. Por ujërat që janë lart i ndavin nga ujërat poshtë, faqen që ne zona filla 1, 6 dhe 7. Ujërat lart janë ujërat që ai ka vendosur, prandaj shikojmë qiellin që është blu, ujërat poshtë janë oqanet. Nuk harkohen sipërfaqet e tyre. Nesër. Dhe Zoti bekoi ditën e 7 e shenjtëroi dhe në të dhe ai u çlodh nga të gjitha veprat e tij që Zoti në krijim kishte kryer. Thonë në të blu nuk janë në Biblën tënde. Në krijim kishte kryer. Këto janë origjina e qiellit e tokës kur krijuan ditën që Yahweh Zoti krijoi qiellin dhe tokën. Tani asnjë shkure, okay, të gjitha këto gjëra. Nëse vazhdojmë në vargu 7, le po marrim në vargu 7. Dhe Yahweh Zoti formoi njeriu nga pluri i tokës dhe i fryu në vrimat e hundës një frymë jetës. Një frymë jete që neve kemi, që ngrihesh në mëngjes nuk ke kontroll. Ke frymën që Ati ka fryrë që në fillim që kur një fëmijë lind, ajo fëmijë merr automatikisht frymën e Ati dhe fillon të qajë. Ka shumë prej tyre masandaj që shikojmë që nuk kanë frymën dhe dalin pa frymën. Por ai fëmijë që fillon të qajë në sekondat e para ka frymën e Atit, që Ati i ka vendosur automatikisht për ata që ai vendos për t'i dhënë frymën kur lindin. Ka bërë atë çfarë një qenie të gjallë. Okej, masandaj flet që mbolli kopshtin e Edenit dhe vendosi njeriu që kishte formuar aty. Kopshti i Edenit vëllai ishte një vend i pastër, i shenjtë. Nuk hynte pa pastërti atje. Adami u krijua jashtë kopshtit të Edenit, bashkë me Hava. Hava e ka emrin e vërtetë, ajo Eva që njohet. Adami që u krijoi parë, ndenti për një kohë të caktuar 40 ditë. Para se të hynte, masa engjëjt e morën dhe e çuan, e fletë libri i jubilejimit, ta flasim më ekstensivisht masandaj në herën tjetër. Adami qëndroi 40 ditë jashtë kopshtit, masandaj engjëjt e morën dhe e vendosën në Eden, brenda. Hava në të rast Eva qëndrovi, po thuaj se 80 ditë jashtë, më duket se janë 76 ditë, jashtë. Dhe ajo pasandaj u sollt prapë dhe vendos dhe ajo. Dhe kjo ka të bëjë me ligjin, sepse kur një fëmijë mashkull lind, nuk mund të shkonte pasandaj ajo gruaja
në tempull, para pastrimit të saj, do të kalonin 40 ditë për një mashkull dhe do të kalonin 76 ditë për një femër. Dhe kjo kishte lidhje që në fillim kur Ati krijoi njeriu në shëmbëtyrën e tij. Okej. Dhe nga toka Jahwe Zoti beri që të rriten çdo pemë të këndshme në pamje për të mirë për të ngrënë dhe pemën e jetës në mes të kopshtit që Ati krijovi. Pema e jetës, ti e di në zbulesa, ti të bësh me pemën e jetës. Tani, më lejo të kaloj më menjëherë në pema jetës, sepse unë dua ta zbërthej dhe siç është ligji që është Zanafilla, mos ndaj jemi Zanafilla 2, ta shikosh sa detaje për pemën e jetës që nuk na janë thënë. Por her pas here çmirë të shikojmë mos ndaj të vërtetë pema e jetës. Okej, më lejo ta nxjerr pemën e jetës dhe ta zbërthejmë dhe do kalojmë mos ndaj, nuk është konteksti këtu, por është do vazhdojmë më tepër për punën çfarë. Pema e jetës. Okej. Ja një moment, pema e jetës. Për të marrë detaje, neve i dim këto koncept, okay, pema e jetës dhe gjëra të tilla, por është mirë që të kuptojmë të vërtetën. Ja një moment sa ta zmadhojmë pak pemën e jetës. Shambu, ne me njëre dim rastin që zbulesa 22 thotë, më tregoj lumin e pastër, okej, lumin e pastër, ujin e jetës, që ishte i thellët si kristal, këtu është kur ka zbritur qyteti i ri 2300 kilometra kubikë, strukturë, prej ari, prej argjendi, kristale, gjitha gurët e çmuar, në tokë, ku Mesia do mbretërojë. Që dilte nga afroni i Zotit dhe i qingjit në mes, lumi i pastër, brenda, në tokë, në mes të sheshit të qytetit, në mes të shfroni i Atit dhe masandaj i birit, dhe është lumi i jetës, dhe në mes të qytetit, të ande ishte çfarë? Ruri i jetës, pema i jetës. Ku Ati e tërhoqi vëllai e tërhoqi që para përmbytjes, e tërhoqi kopshtin e Edenit si strukturë dhe e ngjiti lart në qiellin e tretë dhe e zgjerovi, thotë Isaia 54, i zgjerovi ato litarët, më thënë ato të gjithë strukturën, sepse do hynë shumë njerëz dhe do duhet të ishte, sepse kombit bashkë me ata që kanë pranuar Mesian e Shua në Izrael, do hynë brenda. Dhe kjo druri i jetës që jep 12 futra që nxjerrin frutën e saj çdo muaj, dhe gjethet tani të drurit të jetës, të pemës së jetës, janë për shërimin e kombeve. Kombe do vinë të marrin shërimin prej drurit të jetës, kombe që janë jashtë të vdekshëm. Në qyteti nuk ka me spitalen atë, kur të vi Mesia, nuk ka me sistem babilonie. Do gjykohen korrupsioni, çdo manipulim, spitalet fuqizohen për çfarë? Prej barnave që janë me çdo lloj pesticide, me çdo lloj manipulimi që të bëjnë në diçka për momentin, masandaj ke 70-80% që janë efektet anësore prej kimikateve që janë brenda. Ati ka vendosur, ke barna prej bimëve, prej frutave, prej barave, që ka krijuar, ato janë të mira. Shërohesh prej tyre, nuk kanë efekte anësore ato gjëra. Por jo manipulime të kompanive farmaceutike, masandaj që manipulohen dhe duan çfarë? Mamoni, lekun, fitimet. Atë ditë nuk ka me gjëra të tilla. Kombe do vinë të shërohen prej gjetheve të drurit të pemës së jetës. Okej, dhe në asnjë mallkim do të ketë me në te, do të jetë froni i Zotit Elohim, në tradhtë i Atit Elohim dhe i qingjit, dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Shërbëtorët në këtë rast, ne si priftëria që thotë në Zbulesa 3 dhe engjëj gjithashtu. Ata shërbëtorët e tija do të shikojnë fytyrën e tija. Ti e di, kemi parë librin e 2 të Ezras, profetit Ezra, që do vrapojnë të shikojnë fytyrën e atij që kanë shërbyer me mundime dhe kanë mbajtur ligjin e ligjvënësit.
Apo jo? Ezra thot profeti, libra që kanë hequr farisejtë. Dhe emri i tij, emri i Atit Elohim, do të jetë mbi ballin e tyre. Si e merr? E merr tani në hyrje në beslidhje, në pagëzim, në lim nga shkelet e ligjit, pagëzim në Mesian Jeshuan, dhe e mban emrin e tij, sepse i ligu do vi të ta heqë emrin çdo lloj mënyre. Në atë ditë masandaj shkruhet njëri për gjithmonë, siç thotë Isaia 56, një emër të përjetshëm. Zbulesa 3 thot, do t'u jap thot Mesia emrin e tyre të rinj. Biles thot emrin e Atit, 1, emrin e qytetit të ri, Jeruzalemit të ri, 2, emrin e tyre personal thot të ri, dhe emrin tim thot Mesia, do t'u jap emrin tim të ri thot, në ballin e tyre. Sa gjëra janë dhe sa gjëra nuk janë folur. Zbulesa 3. Zbulesa 3, Isaia 56, e sabati që në fillim që nuk do të përdosur për të hyrë në malin e shenjtë. Okej, po flisnim për pemën e jetës. Profeti flet hapërzi. Dhe unë para se do të t'japin një pasqyrim pak në emër të Jeshuas. Ja, një moment, sa të hedh një foto që ta kuptojnë edhe ju ta shikoni lavdimet të tija. Të janë disa pasqyrime masandaj që kanë bërë vëllezërit apo mundohen masandaj të punojnë në imagjinatat e tyre. Ja ku e kemi. Pema jetës me lumin e jetës. Tani, profeti Enoku thotë, në 7 nga Adami thotë, dhe që andej shkova në një vend tjetër, tani, engjëlli po i shfaq vizionet masandaj që Enoku ka, dhe mori masandaj dhe ishte ai që ishte thuashë gjykatësi kundra vëzhguesve atyre engjëve, 200 engjëve që lanë vend banimimin me tyre që nga qielli dhe shkuan me bijat e njerëzve, masandaj u lindën gjigantët. Dhe prej atyre gjigantëve, kur gjigantët vdiqen, ato janë frymrat e ndyra që lanë në trupin e gjigantëve dhe tani vinë vërdallë tokës. Që ti ndoshta ndonjëherë mund të kesh parë, varet nëse ati ka për syt, por i kemi parë si nga e mira si nga e keqja, me syt hapur. Ata demoni që quhen tani frymrat e ndyra të papastra që Mesia i qortonte, ata janë frymrat që dolën prej gjigantëve. Kur gjigantët vdiqen, tani një frymë masandaj do t'i gjej një trup dhe vjen vërdall tokës, të gjej trupat e njerëzve tani. Që andej shkova në një vend tjetër të tokës dhe ai më tregoi një varg malesh me zjarr që diqte ditë e natë. Dhe shkova prej tij dhe pash 7 male madhështore, të gjitha të ndryshme nga njëra tjetra dhe gurët e tyre ishin madhështor të bukur dhe madhështor në tërësi, me pamje të lavdishme dhe pamje të bukur. Masandaj thot, po flet për dhe mali 7 ishte në mes të tyre dhe t'i kalonte atë lartësi dhe i ngjarës se lisës së një froni. Po tregon masandaj çfarë do ndodhi në tokën atë ditë. Dhe një thot çfarë pa? Pa dhe një pemë aromantike. Pa një pemë aromantike. Dhe një pemë aromantike rrethonin fronin. Dhe midis tyre ishte një pemë që nuk i kishte nuhatur kurrë më përpara. Ishin disa pemë, po një pemë thot, midis tyre ishte një pemë që nuk e kishte nuhatur ndonjëherë më përpara dhe nuk ishte asnjë midis tyre dhe as të tjera si ajo. Ishte një aromë përtej çdo aromë tjetër. Dhe gjethet, lulet dhe druri i saj nuk vyshken përgjithmonë asnjëherë. Dhe fruti i saj është i bukur dhe fruti i saj ngjan me hurma të një palme. Dhe thash, sa e bukur është kjo pemë, dhe aromantike, dhe gjethet e saj janë të bukura dhe lulet e saj janë shumë të këndshme. Atëre u përgjigj Mikaeli, një nga engjëjt e shenjtë, të nderuar që ishte me mua dhe ishte udhëheqësi i tyre. Dhe ai më tha, Enok, përse më pyet për aromën e pemës? Dhe pse dëshiron të më thosh të vërtetën? Atëre unë ju përgjigja duke thënë, unë dua të di për gjithçka, po veçanërisht për këtë pemë. Dhe ai, Mikaeli në rast,
Kër engjëlli i tha, u përgjigj duke thënë, ky mal i lartë që ke parë, maja të cilët është si froni Elohim dhe është froni i tij, ku do të ulet i shenjti i madh, Jahwe i lavdisëm, mbreti i përjetshëm, kur çfarë do të zbresë për të vizituar tokën me mirësi. A nuk thon zbulesa 3 që do zbresi do jetë Elohimi tonë këtu në tokë, në panoj me neve ati, me birin e tia? Këto koncepte merren, po si? Si? Po do shikojmë fytyrën e atit. Ka të ndalon për ata persona që janë të ringjallur, që kanë mbajtur ligjin e ligjvënësit dhe kanë besuar tek Mesia Jeshua. Kur mbreti i lavdisë, Jahwe i përjetshëm, ai do zbresi për të vizituar tokën me mirësi. Dhe për sa i përket asaj peme romantike, asnjë njeriu nuk i lejohet ta prek atë deri në ditën e gjykimit të madh. Kur ai atë Jahwe do të akmerret ndaj të gjithëve dhe do të aqojë gjithçka në përfundimin e saj përgjithmonë. Pastaj kjo pemë ku do të jepet? Do të jepet të drejtëve dhe të shenjtëve. Do të ham nga pema jetë, nuk ta thos zbulesa, nuk e pam pak më përpara në zbulesa 22. Që ja e shikojmë. A nuk e pam pak më përpara. Druri jetës ka frutat e saj, ja? Masandaj, që do hamë prej saj. Nxjerr frutin e saj çdo muaj. Zbulesa 22, më fal tani, do ta kem, se kam këtu, po. Zbulesa 22 14 zbaton për ata që do zbatojnë urdhrimet e tij, kanë të drejtën për të ngrënë nga druri i jetës. Ja, një sekond. E themi që tani nuk është nevoja, e kemi këtu ja. Ja ku është. Ja ku është. Jahwe që është fillimi dhe mbarimi ai, unë jam Alef dhe Taf. E kam në klapa për ta ditur unë Jahwe jam, që ai është. Shikojmë pak më poshtë në vargun e mbështetjes. Fillimi dhe mbarimi i parit dhe i fundit, luma ata që kryejnë urdhrimet e tija, përse? Që të kenë të drejtën për ne, druri i jetës dhe do hyjnë në qytetin e ri, Jeruzalem e ri, në portat e qytetit. Ndërkohë jashtë janë qenjtë, në këtë rast që nuk kanë dashur, qenjtë është me pak fjalë frymrat, mund të themi në një kontekst, rebelët, mos i ifni, thotë, si tha Mesia, mos i ifni ato transdevairët tek qenjtës do kthehen do të Johana. Pra janë qenjtë, janë persona që janë rebeluar ndaj atit. Magjistarët, kur varë thot vrasës i tij dhe ujtarët, dhe kushdo që do dhe zbaton gënjeshtrën, ligji është hequr, duan dhe zbatojnë atë gënjeshtër. Ndërkohë ligji këtu duhet të zbatuar, që të kesh të drejtën për të ngrënë nga druri i jetës. Druri i jetës. Lutem ja të kuptojmë disa koncepte. Okej, druri i jetës. Pema do t'u jepet të drejtëve dhe të shenjtëve. Ne dim Romakëve 2 kush janë të drejtë, ata që zbatojnë ligjin thotë. Kanë mbajtur ligjin e ligjvënësit. Jakobi 4 prap thotë, si profeti Ezra që Jakobi po citonte. Ligjvënësi do gjykojë apo do shpëtojë dikë thotë. Thotë mos gjykoni ligjin, thotë. Ju gjykoni ligjin dhe nuk jeni zbatues të ligjit thotë. Bëheni gjykatës. Dhe personin më mëngjes, familjarit tim, po mundoshe të bësh gjykatës, thashë ti je në mëkat, do të gjykosh situatën që përse ne po mblidhemi, pse neve po mblidhemi me njëri tjetrin. Pastaj nuk do të pendohesh ti dhe masandaj, sepse do saj kalua mohabeti në vend tjetër. Nëse fruti i saj do të jetë ushqim për kë? Për të zgjedhurit. Jo sepse janë zgjedhur sovranisht, ky do shpëtohet, mos mendon atë mënyrë. Të zgjedhurit thot ata që në këtë rast kanë hyrë në besëlidhje dhe mund të merren konceptin e dy mefisët e Izraelit që janë rilindur në Mesian Jashuan. Por ne jemi pjesë të zgjedhurve, nëse ti ke zgjedhur në zemrën tënde të mos shkelësh ligjin e tij me dashje dhe beson tek biri i tij, që ky druri i jetës do të vendoset në vendin e shenjtë ku? Në tempullin e Jahwe, mbretit të përjetshëm. Okej, tempulli, zbulesa 3,
Do zbresi, do t'ju bëj shtyllën në tempullin e Zotit tim, tha Mesia. Kur të zbresi në qytetin e ri, Jeruzalem e ri në tokë, në mes të qytetit është tempulli, në mes është lumi i jetës, atje është druri i jetës. Banesat janë brenda qytetit që Mesia shkoi të përgatiste. Ndërkohë fruti do të jetë ushqim për ne. Atëre ata do të gëzohen vargushtatë, me gëzim do të jenë të lumtur, në vendin e shenjtë do të hyjnë. Dhe aroma e saj do të jetë në kockat e tyre. Vëlla motër, shikon çfarë premtimi. Të lutem. Dëgjoje vetë. Shikoje. Aroma e pemës që Enoku thoshte nuk po e largohem dot. Ç'është kjo aroma? Duhet të di për këtë pemë. Ndërkohë aroma e pemës së jetës ishte në kopshtin e Edenit. Ati troqi lart do ta zbresi kur të vi Mesia Jeshua. Aroma e saj do të jetë në kockat e atyre që janë ringjallur. Nuk ka nevojë për parfum të blesh me të çdo lloj vaj manipulimi të çdo lloj altari që shesin sot para parfumet, nëse po përdor parfum, vëlla motër për neve këtu, po dhe për ju që po e dëgjoni, hidhe tutje, lutem. Janë vajra demonike. Mos praktiko ato gjëra të tilla, mos i verne në trupin tënd. Apo me emrat që dim të mëdha, prandaj apo ka diun Calvin apo Versace apo Armani apo ka diun gjëra të tilla. Janë njerëz që kur e vendosin ato parfume masandaj personi vajoset. Vajoset për diçka dhe ndodh masandaj jeta e tij për disa sjellje të tjera, apo jo? Ndërkohë, vaj i mirë që thotë Eksodi është vaj që fryma flet për të vajosur për shërim apo për shërbesë. Kjo është vaj ulliri me vaj kanele, me kanelën që janë këleçka, të tëra gjëra që siç ju e patë vëlla motër. Unë e kam përgatitur e kam blerë dhe kushtojnë ato gjëra. Por ajo është një vaj që nuk vendoset në të huajt që janë jashtë beslidjes. Aroma e pemës së jetës do jetë në kockat e tyre dhe ata çfarë do të jetojnë një jetë të gjatë në tokë, për jetë. Siç jetuan etrit e tuaj thotë. Dhe në ditën e tyre asnjë pikëllim, asnjë murtaj, asnjë mundim, as fatkeqësi nuk do t'i pretë ata sepse janë të ringjallur. Atëre bekova Elohimin e lavdisë, thotë Enoku, edhe mbretin e përjetshëm i cili ka përgatitur gjëra të tilla për të drejtët dhe i ka krijuar ato dhe premtoi t'u jap atyre. Ati Jahwe ka premtuar këto për të gjithë ata që kanë ndaluar së shkelu ligjin dhe i duan ligjin e tij mbas asaj hyrjes në beslidhje në Mesian Jeshuan. Me tërë libri i Hebrejve flet për atë punë, Hebrejnë të 10 që e prekëm dje, Zbulesa 22 dhe Taporzi, Jakobi 4. Tëra apostujt Mesia fliste për të lajm të mirë të mbretërisë së premtime që ati ka dhënë. E shikon tani përse ti do të qëndrosh kundra ligësisë? Jo të takon ty. Në qoftë se ti do të jesh pjesë e ringjalljes. Ka disa prej nesh, masandaj që do të hyjnë në beslidhje. Por unë nuk kam potencial mbi zemrat e dikujt. Sepse ti e ke zemrën për diçka tjetër. Për ta bërë atë, nuk e ke për jetën e përjetshme, për të lënë mëkatin, shkeljet e ligjit më një herë. Okej, është zgjidhja tënde. Është zgjidhja tënde. Ndërkohë e dim Zbulesa 2 çfarë thotë. Kush ka vesh, okej. Kush ka vesh, le të dëgjoj ato që thot fryma kishave, ishte një nga kishat, kush fiton do t'i jap të haj nga pema e jetës që është në mes të parajsës së Elohim. Parajsa është qyteti i ri, Jeruzalemi i ri. Me njerë marrin konceptin parajsa është në qelë dhe ne do të shkojmë atje dhe ka që toka do shkatëroj siç kanë thënë, do konsumohet, nuk ekziston më. Ndërkohë i drejti do trashëgoj tokën. Zemërbuti do trashëgoj tokën, tha Mesia. Por konceptet abstrakte katolike që kanë dhënë në shekullin e 3 të 4 kanë dalë me citime të tilla që nuk përbejnë shkrimin. Prandaj sot ke anullimin e sabatit, anullimin e Pashkës që bërin katolikët të mbështetur nga Konstantini perandori i asaj kohe në vitin 300. Normal që ke praktika masandaj të çdo lloj feste pagane që ata dhanë i morën nga kombet, që ti du të dalësh.
Ati ka festat e tia të përjeqme në Levitiku 23 ka ngrenjën pastër, sepse dëshiron që trupi të ketë jetë gjatësi, për të përmbushur qëllimin që ti të marrësh jetën e përjetshme dhe shpërblimin që Ati të përdori, por ti në qoftë se do ta bësh atë vendimarrje të ka kon ty. Do t'i mbaj ligjet e tua, me gjithë zemër do të ecin ato. Masimi yt është një lambë për këmbët e mia dritë, për shteg